shfaqet një siluet të burri rreth 75 vjet. Njeriu i çdo mbrëmje bën ritualin e tij të zakonshëm, herë vetë, herë me bashkëshorten astritën, herë me shokë e miq. Atëherë na kujton la zgushin e shumë viteve më parë që nuk harronte ta bënte këtë rrugë më kemre çdo mbrëmje. Është doktor Misto Marko, me shtatin mesatar, me sytë ngjyrë kafe që ruajnë ende freskinë e gjallërinë e rinisë, me lëvizje të shpejta të duarve, me atë buzëqeshin tipike, ashtu siç di të buzëqeshë vetëm ai. Familja Marko e ka origjinën nga Voskopoja, një qytet dikur i famshëm ku kanë jetuar e punuar zejtar, tregtar, piktor dhe intelektual, që i dhan emër këtij qyteti në mbar Europën me të famshmën Akademinë e Voskopojës. Kishat e shumta, këto faltore të Zotit e vendet të shenjta, e ruajnë edhe sot hijeshinë e dikurshme e këtij qyteti mesjetar. Pikërisht këtu i ka rrënjët familja Marko, prej nga vjen doktori dhe shkrimtari ynë Zoti Misto Marko. I pari fisit, Konstantin Kovaçi, aty nga vitet 1870, largohet nga Voskopoja bashkë me familjen dhe vendoset në Shënaum, duke ushtuar detyrën e priftit. Më pas, i biri Marko vendoset në Pogradec. Gjyshi Spase për disa vite merret me tregti të vogël në mokrën e poshtme, kurse babai shkrimtarit Sotiri, që jetonte në Pogradec, merret gjithashtu me tregti të vogël. Baba Sotir dhe Nena Glaia, një grua e urtë e punëtore me origjinë nga Fisi Kutelve, ishte motre mitrushit të madh, bënë një jetë të qetë dhe jetonin me dirsën e ballit. Prindërit Sotir dhe Aglai, Zoti gëzoi me një djalë që e pagëzuan me emrin Misto. Ishte 20 tetor i vitit 1926. Djali i vogël me sy ngjyrë kafe filloi mësimet në shkollën fillore Pogradec. E sot e kujton me nostalgji mësuesit e parë, Shefki Vyshka nga Elbasani, Gjamil Doshmi dhe Satmina Rolli nga Pogradeci, Vasil Progrri nga Devolli dhe Ibrahim Riza nga Gjakova. Që në moshë të vogël në shkollën fillore, djali shquhej si një nxënës shëmbullor që premtonte një të ardhme prej intelektuali, gjë që koha e vërtetoi më vonë. Gjatë viteve 1938-43, Misto 12 vjeçar, vazhdon shkollën në liceun francez në Korçë, të cilin e mbaron me rezultate shumë të mira duke përvetësuar këtu gjuhën frenge latinisht. Mëtej vazhdon gjimnazin e Policeu në Tiranë në vitet 43-47, ku veç dijeve shkencore përvetësoi më mirë gjuhën latine, si edhe greqishten e vjetër, italishtën dhe frëngjishten. Edhe gjimnazin në i mbaroi me rezultate shumë të mira, por dëshira e djaloshit Misto Marko ishte të vazhdonte studimet e larta në degën e mjekësisë, pasion të cilin e kishte ushqyer prej vitesh. Studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë i filloi në Beograd në vitin 1947-48, të cilat i ndërpreu pas një viti, për arsye të njohura politike të kohës. Kështu viti i ri shkollor e gjen doktorin në ardhshëm në Bukuresht të Rumanisë, ku vazhdoi me sukses mjekësinë e përgjithshme. Krahas studimeve, ai merrte pjesë në shumë veprimtari kulturore të kolonisë shqiptare të Bukureshtit, duke dhënë shfaqje të ndryshme para studentëve atje. Mbas 5 vjet studimesh, ish studenti kthehet në atë dhej me diplomën e mjekut të përgjithshëm dhe emërohet fillimisht si stazhier në Spitalin e Korçës në vitin 53-54. Ai kujton me respekt mjekët e talentuar korçarë si Polena, Lubonja, Merlika, Skendi, Papakozmaj, Kasmati, Tomço e tjerë. Në Korçë pranohet antar i degës së lidhjes shkrimtarëve, ku njihet me krijuesit korçar si Sotir Andoni, Andon Mara, Vangjur Ziko, Petra Izoto e tjerë. Këtu boton dhe dramën e parë të tij Pushtonjësit, e cila është sprova e tij e parë në fushën e dramës. Nga nëndori vitit 54 deri në pranver të vitit 88, për gati 35 vjet me radhë, doktor Misto Marko shton profesionin e fisnik të mjekut në Spitalin e qytetit Pogradecit, fillimisht Spitalin e vjetër e më pas në Spitalin e ri. Shtëpia e lindjes, ai balkoni, spitali, shtëpia e lindjes edhe poliklinikë. Ky trekëndës ishte. Ky trekëndës ishte ku zhvilloi puna mjekësore domethënë në Pogradec. 1, 2, 3. Jo, po kjo këtu. Kjo ja, shiko atje se kjo është bërë për mi këtë.
1, 2, 2, 3. Këto ishte. Po shiko, këtu vinin qika podgoria gjë nga presi. Ashtu, Gjë nga që. Tash 20.000 vizita. Kush nuk e një doktor Miston Pogradec? Cilin pacient e vizitoi dhe nuk e shëroi me fjalë në ngrohtë? Kush e ndaloi në rrugë dhe nuk mori përgjigje nga doktori? Kemi të drejtë të krenojmë me doktor Miston, jo vetëm se ishte mjeku i parë progradecar, por edhe për faktin se ka përballuar në përkushtim një volum të madh pune në kushte të vështira të asaj kohe, duke u dhënë për zgjidhje me profesionalizëm problemeve mjekësore të njerëzve. Vetëm brenda një viti vizitonte afërsisht gati 20.000 pacientë. Çfarë pasioni detyron doktor Miston të bënte një punë kaq voluminoze? E padyshim dashuria për njeriu, pasioni për profesionin dhe shpirti humanik të njeriu fisnik. Me kalimin e viteve në shërbimin spitalor në qytet dhe në fshatra erdhën mjek të rinj të cilët e zgjeruan punën dhe shërbimin ndaj njerëzve, por doktor Miston ishte dhe mbeti një pikë referimi për shkak të kulturës së tij të gjerë dhe të përkushtimit ndaj punës. 35 vjet punë, mira e mira pacientë vizituar, sa fëmijë hoqi nga ktetrat e vdekjes e i ktheu ata në jetë. Ata sot janë rritur dhe bashkë me fëmijët e tyre i buzëqeshin dhe përshëndesin plot respekt doktorin. Këtë vit mbushen 15 vjet që doktori ka dalë në pension, por edhe në këtë moshë nuk e rrin të qetë, e ndalin në rrugë, e takojnë në kafene, i flasin edhe konsultojnë përshëndetjen e tyre doktori si gjithmonë, i papërtuar, i sqaron, i këshillon dhe i shëron me fjalët e tij të ngrohta. Unë kam 7 ditë. 7 ditë. Nga nere. Kush doktoreshë? Si e të shënjeta? Qka për i rezë është. Elektrika. Kësë ditë për këtë qënë nuk? Kam ferës pa. Nga vinë? Nga presi. Nga presi. Nga presi. Nga presi. Po presi gjithë një këtu karë. Këtu? Presi Nuk i mbanë. Presi një edhe presi. Edhe Podgoria. Edhe Podgoria. Shko. Po mi të ngritur do një peshën. Asë një gjë në punë, si që isha në kuzhinë. Kuzhinjerë. Duke ullë. E do një të vjen ashtu pa. E duke lidhur këpucët. Ma. E duke lidhur këpucët. Duke ullë isha aty, po vetëm po ma hapi kemë. Po. Në blokove për një. Edhe së të beson njëri aty. Nuk të beson, ha? Nuk besove Jo, jo. për njëri se dhe mua ta po të Unë jam doktor, po kam qenë risimur dhe kësaj dhe di. Edhe së më beson të gruaj, po. Se shko? Po të si... Mese... Vajnë barku? Po ke pasu? Io descubro questo in Chaitas. Niente. Të thanë se kishe ujë, se kishe... Jo, bile ma hoqën dhije ujë që kuj, për analiza. Sa kjo bëgjë, sa shumë e sa... Ti shikoj nëse kjo nga e fanë analizat e... Qëri, Shëndej. O, da, gajtë. Shëndej. Ne të kthejmë në vitin 57 për ta shikuar doktorin edhe si bashkëshort, si baba, si gjysh në këto 45 vjet që kanë kaluar.
Ishte viti 57. Doktori i ri njihet me Astrita Seminin, një vajzë sa edukuar, sa fisnike, aq edhe simpatike nga Pogradeci. Sytë e saj bojqelli e bën për vete djaloshin e ri flok i shtrenj, dhe prej asaj kohe ishte dashurije ajo që i bëret të lidheshin përjetësisht të krijuar dhe familjen e re, 27 korrik të vitit 1957. Vazhdojnë jetë në tyre të qetë dhe sot, kur i shikon ata buz liqenit, duken ende të dashuruar si dikur. Zoti ju fali dudiem dhe një vajzë, dhe një urojmë një jetë të gjatë e pleqëri të bardhë. Doktor Mistos i mjek ishte i aftë i Zoti. Përballon të punë edhe para se të vija unë, edhe për fëmijët. Vetëm atë gjeta si mjek. Njëri i mirë, njëri i sjellshëm, i dashur, kemi shkuar mirë bashkë. Dhe ai kemi ndihmuar njëri tjetrin, bëjmë konsulte si për të rritur, ashtu dhe për fëmijët. Ai ishte patolog, të thonë bënte të rriturit, unë bëjshë fëmijët si pediatër. Doktor, bëni shpesh konsultat të dy për profesionin? Në këto raste në bëjshim konsulte, si për të rriturit, ashtu dhe për fëmijët. Edhe gjithë një me gjithë mungesët tona në atë kohë, që s'kishim edhe mjetet të përshtatshme si që është tani që kanë ato kolegët të tanë, me gjithë atë kemi përballuar punën me gjithë këti rrethit. Ne ishim vetëm 2 mjek, edhe kemi punuar vazhdimisht, pa u kursye, ditë e natë, vinin urgjencët, edhe neve, si ai, ashtu edhe unë, gjithë një i vizitonim dhe i ipim dhe mjekimet e nevojshme. Doktor, tash ju të dy një pensionista, e ruani miqësinë ende? Po, në gjene sa herë takohemi, përshëndetemi, bëjmë edhe shkëmbejmë edhe fjalë kështu të mira, për kohën që kemi kaluar bashkë, edhe jemi akoma miq, kolegë. Por doktori ka jetën e tij dyfisht, ato të artit, si shkrimtar dhe krijues, ku na shfaqet me emrin letrar Mirosh Markaj. Në shtëpinë e doktor Misos apo shkrimtarit Mirosh Markaj ngjitemi në katin e dytë. Aty futemi në studion modeste të tij. Na bie në sy pozicioni kësaj dhome që qysh në mëngjes herët shijon në rrezet e diellit të malit tat, kurse nga veriu përmes kamanores së kishës së vjetër, duke i qeni me tërë bukurinë e madhështinë e tij. Në një tavolinë të thjeshtë është vendosur kompjuteri bashkë me makinë e shkrimit. Sa mira herë kanë rrahur gishtat e tij mbi këtë sierë, për të nxjerrë aq shumë vepra të botuara të pabotuara si në poezi, prozë, dramë, librete, tregime, studime historike, kritike, romane e tjerë. E përballë biblioteka, me shumë vëllime, mbase 1000, 2000, 3000, ndoshta më shumë, sa shumë autorë shqiptarë të huaj. Ajo fillon me Lazgushin e vazhdon me Mitrushin, Arapin, Agollin, Naimin, Kadaren, Markon, Siliqin, Shuteriqin, Migjenin, Fishtën, e tjerë. Diku në një kënd shohim historinë e Shqipërisë, Skënderbeun e Barletit, Nolit, Godos, e mpaslit e Prezrenit, Kongresin Manastirit, Ismail Qemali, Brenge Ballkanit. Lufta parabotërore e dyta e më pas fjalorë të shumë si anglisht, frëngjisht, italisht, greqisht, latinisht, rusisht. Literaturë shumë mjekësore plotson kuadrin profesional doktorit. Aty janë edhe kryevepra botërore si Shakespeare, Dante, Balzac, Goethe, Pushkin, Tolstoi, Dostojevski, Sholohovi, Dumas, Cervantes, Guy de Maupassant e shumë të tjerë që mbushin raftet e faqes së murit bashkë me veprat të botuara dhe pabotuara të autorit. Krimet e para të djaloshit fillojnë në gjimnazin në Tiranës aty nga vitet 45-47 kur ai ishte 19 vjeç.
Ato janë përkthime nga frëngjishtja në prozë të autorit turk Rifki Ata dhe atij francez Arçfan Dode, të cilët botoi tek revista Bleta dhe gazeta Bashkimi i Kombit. Më pas boton skica tek revista Letrar i Ri. I ushqyer që në voglim me poezinë në përgjithësi dhe sidomos ato të poetëve të mëdhenj të rilindjes, ndjente dëshirën në recitimet të tyre në ambiente e festa të ndryshme para nxënësve shokëve në shkollë, e mëtej nisi të shkruajë edhe vetë poezi. Me rastin 100 vjetore të rindjes së poetit të madh Naim Frashëri, ende pambushur të nxehtat i dhuroi Naimit poezinë të pasharrojtur 100 vjet. Të pasharrojtur 100 vjet, plak i nderuar për gjithmonë, e më të zbardhur të kësaj dite të shihje ti dhe gazin ton. Po këngë mjelmës shqiptare në zemrat tona të rinte mall, që të na duke më mëdhethi edhe më i bukur se më parë. Ty se lavdekja të gëzohesh, as me gëzimin e merituar, që përgatiti fjale embël e zemër satët e përvëluar. E gjete shok të dhimbjes sate, djegën e heshur të qiririt, ti mi embël vjeshëtor i tokës ashpër të i lirit. Më pas përktheu nga Karanxhale Nata e Stojishme që vihet në skenë nga trupa e teatrit amator. Në dy letra që i shkruan Mitrush Kuteli, djaloshit Mirosh Markaj, i flet për shkrimet e gazeta Rinia, titulluar Përmes Mokrës dhe për botimin e dramës Guri i hekur dhe Mokrat e gurta, dramë që e shkruar në vitin 1959. Ishte viti 1963 kur tek revista Korça e Re botohen dy dramat e tij. Nata e mbra me verës, Agimi pari vjeshës dhe drama tjetër Pushtonësit. Në vitin 1966 tek kjo revistë botohet edhe një krijim tjetër i Mirosh Markajt, poema Prej buzës së detit në buzë të liqenit. Në vitet 69-70 boton tek revista Ylli tregimin Zallorët dhe mëtej tek revista Nëntori tregimin Ikonat e shenjta. Epoka e rojt legjendar zgjon tek shkrimtari i ri dëshirën për të dhënë publiku trilogjinë kushtruar Gjergj Kastriot Skënderbeut e ndarë në 3 pjesë. Gjergj Kastrioti, Pabesia dhe Qëndresa, dramë, e cila vlerësohet me çmim të parë në konkursin letrar kombëtar. Në vitin 1974 Mirosh Markaj shkruan libretin e operës Zgjimi, muzikën e cilës e kompozoi kompozitori i njohur Tonin Arapi dhe u vënë në skenë nga teatri i operës dhe baletit. Kjo vepër vlerësohet me çmimin e tretë. Kompozitor Qek Zadeja dhe Toni Rota, duke folur për këtë vepër në gazetën Drita, misa në korrik të vitit 1976, midis të tjerave nënvizojnë se merita e Mirosh Markajt qëndron atë se ai, duke trajtuar problemet në mënyrë të ndjeshme, ka mundur të zhvillojë më tej dramën, duke fuqizuar linjat e heronjve kryesor e duke bërë ata jetësore të besueshme në tërë natyrën. Krahas dramës, autori vron dhe komedinë. Vlen përmendet komedia Vizita e miliarderit, vënë në skenë nga Estrada Progresiste Progredesit në vitin 1984 me regji të Mario Shikut, e cila nderohet me çmim të tretë në takimin zonal të teatrave. Në vitin 78 Mirosh Markaj shkrua dramën Besa Madhe. Pikërisht në vitin e 100 të lidhjes shqiptare të Prizrenit, që u vënë në skenë nga Teatri Popullor me regjisor artistën e popullit Piero Mani. Drama u prit shumë mirë nga publiku dhe nga kritika. Ajo rivu në skenë nga Teatri Dramatik i Prishtinës në Kosovë dhe u ndoq me interes të veçantë. Më pas u botua edhe si vepër letrare nga shtëpia botuese e Rilindje. Duke nërë kënaqësinë e publikut dhe vlerësimet për pjesët e tij dramatike, shkrimtari Mirosh Markaj vazhdoi edhe më tej rrugën e tij, duke lëvëruar temën historike. Drama Udhë e Flamurit, kushtuar trimit kosovar Isa Boletini me bashkëautor Rozhdi Pulahan, vihet në skenë në vitin 1982, me rastin 7 vjetor të shpalljes pavarësisë kombëtare nga Teatri Popullor. Tashmë shkrimtari dhe dramaturgu Mirosh Markaj është bërë mjaft i njohur nga publiku i Gjerard Ardashës. Ai jep intervista dhe shkruan artikuj të ndryshme në revista të kohës si Skena dhe Ekrani, Shkenca dhe Jeta e tjerë. Vjen pranvera vitit 2000 dhe shkrimtari Mirosh Markaj i dhuron publikut romanin Një idil i kputur. Kjo vepër ka një fabull të thjeshtë, ku alternohen natyrshëm patosi patriotik me ndjenjën sublime të dashurisë së dy të rinjve. Përshkrimi i rrjedhshëm, dialogu i plotë dhe i pasur dhe gjuha e thjeshtë e bën këtë vepër të dashur për lexuesin e mëngjerë. Mendimi ynë shtegëtar. Qoftë vap, e rend, dimër, acar, fillim pranvere, shia po shtangat, mendimi ynë shtegëtar zgalimi ngratë do të marrë flutorimin me një mall nga vendi lemjes së lartë mbi Danub.
Mos o turret vallë të kërkoj kujtimin e një vashe me kërshep? Jo. Mendimi im i përmalluar do të niset mëngjes herë të përgjoj hamallët nëpër mjegull të shkarkojnë anijet me thëngjill në breg të Savës. Druvarë që nxitojnë nëpër rrugë duke u katër duart e mërdhira. E mbrëmjeve të qeta nëpër terr do të ulet pranë tyre në gërdheta, të shplodhet nata me to tinguj të lehutës kreshnike që vajton fatin e zi të nënës kosovare. Doktor Mison e kam vjetur drejtor të spitalit edhe drejtor i shërbimit të shëshërës qysh atë i drejtori i shërbimit shëndetësor. Pra bete dy funksione, edhe atë. Edhe ky doktor Miso, Jargoni ka qenë atere, Kristina Lagmani dhe Ramadan Mukollari ka ardhur. Do më thënë që Pogradeci ka qenë një qytet, si të them unë, me shumë pak njerëz. Edhe gjithë volumin e punës e përballonte një doktor Miso. Do thoni ju, po çfarë bënte ky Misto atëherë? Në fund të fundit se ne e dim, nuk është puna atij, puna e mjeku është shumë e vështirë. Është e vështirë sepse është gjithmonë nënkth. Është nënkth, vjen i smuri, taza me një dhimbje barku. Gjeja me thjesht, për një dhimbje barku ka abdomeni, ne në mjekësi e quajmë burk. Abdomeni është burk. Kjo dhimbje barku i vjen nga një kolik renale, kjo i vjen nga një kolik hepatike, kjo i vjen nga një leus, kjo mund të vinë nga një apendisit, kjo mund të vinë nga një pankreatit, e sëmundjet të tjera me radhë. Pra, gjersa të bësh diagnozën e këtij njeriu, ti je në vojtje të madhe, po sëmundja nuk të pret. Sëmundja do 2 orë, do 3 orë, do 4 orë, sidomos to sëmundjet akute, këto që bëhet fjalë për thikën. Në Pogradec nuk ka pasur sallë operacione atë. Nuk ka pas kirurgji. Të smurë shkonin direkt në Korçë. Pra që të nisje të smurë në Korçë duhet të mendojnë mirë, duhet ishte i përpikt në diagnozë, që të vinje po do të operohesh ai. Përse e nisjet, se smurët kronike është ndryshe, smuri akut është ndryshe. E pra ky Misto i bënte gjithë to volum pune, i nisën gjithë atë smurë që sot bën rreth 300 operacione këtu, ai i përcjellde çdo vit. Por kjo nuk jemi një vit, kjo kemi një punë e madhe, një punë një punë sistematike, një punë e vazhdueshme. Veç saj, ai përgjigj dhe për problemet e profilaksisë, vaksinimet, që ishin, ku ishin, për hepatite, për smundje infektive e të tjera. Kurse sot ne e dim që kemi një spital modern, që aty kemi një kirurgji, që aty kemi një otorinolaryngologji, që aty kemi okulistikën, që aty kemi një pavion infektiv, aty kemi laborator për sosrat, tash kemi rentgen e gjëra të tjera eko e kujt. Atëre ishte me ngarkesa, prandaj them që doktor Miso Markoja mbetet një njeri i përsosur, jo vetëm si njeri, por ai ka qenë dhe një tip studius, studionte shumë vazhdimisht, sidomos për literaturën mjekësore. Keni 45 vjet jeton me doktorin. Si e ndjeni veten, jeni i kënaqur? Po, jam i kënaqur. Kemi kaluar një jetë shumë të mirë bashkë, kemi pasur mirë kuptim, edhe jemi marrë vesh, kështu që me Mison kam bërë jetë të lumtur. Zoti Misto është mjek dhe krijues letrar. Ju keni rritur bashkë 3 fëmijë. A ju kanë ndihmuar doktorin në punë të familjes tuaj përditshme? Tu të them të vërtetën, jo, nuk më kanë ndihmuar. Po, thash, këtë nuk e bëra se për të ulur veten ose për kështu. Po e ndjeva si
detyrim, kështu si detyrë që njeri do të ecën më përpara, dhe fëmijët donin kujdesin e tyre. Kështu që unë lash miston të lirë, të punoje, krijova aty kushtet që edhe unë mesha me fëmijët e me punën, se unë isha dhe mësuese. Kështu kisha dhe këtë. Dokumentari ju kushtohet shokut tuaj të jetës, doktor Mistos. Cili është urimi juaj për doktorin? Sidomos për tash një shëndet. Ju uroj shëndet të ketë trup të shëndosh, mendje të shëndosh, të kthjellët, edhe krijimtari të mbarë, se Mistva e shikoj që ka forca edhe për më tepër. Ju uroj jetë të gjatë dhe ju falenderoj për intervistën. Faleminderit dhe juve. Mjekësia për ju ishte dëshirë prindërve tuaja apo rastësi? Si të thuash, unë jam rritur në një mjedis në familjen time, dëgjonja tregime për ndihmë mjekësore. Gjyshja e babait tim priste lindje. Po ashtu gjyshja ime, edhe ajo ishte një mami në qytetin e Pogradecit. E jam e Mitrushit, e jam e nënës time. Gjyshi kishte të vëllanë në Rumani mjek, dhe ishte një si punë mjekatari, një punë mjekusi këtu, përdorte për bënte barna e të gjitha. Kështu që nuk ishte e huaj për mua era e jodit e këtyre era e barnave. Jo vetëm kaq, po edhe nëna ime kur vinin trokisht në shtëpi nuk kishte për gjë. Nuk bezdise, sepse në shtëpinë e tim gjyshit trokishin vazhdimisht për hallet e këtilla. Kështu që jam rritur në këtë si mjedis. Pastaj këtu afër shtëpisë tonë ishte një spital italian në kohën e pas luftës italo-greke, ku ishte shkolla. Edhe në këtë spital italian unë u njoha me infermierët. Edhe vinja atje ku mjekoshin, kishte shumë të plagosur për atyre bombave që mbela lufta prapa. Kështu që më hyri në qef edhe mjekësia. Kjo ishte një. Doktor. Edhe po ta fillonja prap. Do ta mirënja prap mjekësi, se mjekësia pastaj unë kam edhe përvojën e dajës tem, që bëri letërsi duke qenë edhe ekonomist. Mund të bëhen dy zanate, se në Shqipëri vetëm për letërsisë nuk jetohet. Doktor Fani, ju si ke ndjerë veten tuaj në raport me kolegët e tjerë, duke qenë i pari mjek në Pogradec? Unë i pari mjek në Pogradec isha vetë. Nuk isha të tjerë në fillim, 5-6 vjetë. Për para meje, ishte unë u zëvendësova doktor Kondin këtu. Edhe ishte edhe një doktoreshe, Natalia Mizabek, nga një ruse bardhë.
këtu, që kishte djalin dermatolog në Korçë. Edhe me atë shkoja mirë, po pa kohë ndenjë ajo këtu, Natalia Mirzabek, bile edhe të birin e saj unë e kisha mik. Këtu them se ajo i lexonte shumë letërsi, edhe më jepte libra interesante. Kështu kam shkuar mirë, nuk ka, edhe ajo që ishte mjek e plake, ashtu ishte shumë mirë kam shkuar. Ju sot jeni pensionist, keni punuar një jetë të gjatë si mjek me stadion, për shumë vite me radhë. Por në vere që sot në ngroni të jepni përgjigje njerëzve që takojnë rastësisht rrugëve, për sëmundje që mund të kenë, që shtynë akoma të punoni? Shiko, si ashtu, mua më atere kur vinin shokën nga Tirana, edhe më ndalonin rrugës. Më ndalonin rrugës njerëz edhe unë, edhe kur isha në shëtitje me Astridën, e linja Astridën e ikja, do shkojmë atje. është zakon tash, pastaj të vjen për hall, ashtu, prandaj pastaj një pjesë e tyre i njoh, i kam mjekuar, si i thua ajo tjetrit, kështu. Po ju them, sot i merresh markë, tash i kam me shkrimtarin, dramaturgën me historianin. Ju jeni studios, historian, dramaturg, poet dhe shkrimtar. Si kur fillon jetën nga e para, këdo zgjitet mjekësinë, letërsinë apo të dyja së bashku? Ta thash, mjekësia, domethënë, për të jetuar. Letërsia për të ngopu shpirtin. Të dyja ngopi ashtu, të dyja shkojnë këtë. Sepse, domethënë, thonë, është një fjalë që duhet të kesh një bazë ekonomike që të mund të bësh. Ja, unë kam mbetur sot pa i botuar një pjesë të veprave të mia. Shumicën. Kam arritur të botoj vetëm 3-4 vepra, Gjergj Kastriotin, Besën e Madhe, dhe atë libretin në obrazgjimi, e dilin e këputur. Romanin e fundit, duke me parati që shita një copë tokë, gjashtu po të shi. Por i mirë për Gradecarët? Po Gradecarët, unë uroj që po Gradecarët, ashtu si kujdesemi për hardhitë, si kujdesemi për pemët, për që atje, edhe ata të kujdesen për rrenjët e tyre, duke ju shqyrë, si ju shqyrën rrenjët e tyre. Se patu rrenjët e forta, pa i njohu rrenjët e tyre, nuk mundet të shkojnë lartë. Kjo që është. Ju nga zemër të shqirë të barë, e kretarit të barë. Faleminderit. Shkrimtari vazhdon të shkruaj edhe sot pa u lodhur. Janë disa vepra të presën të botohen si Genti mbreti i lirëve, dram nga antikiteti, Palemili dhe Perse Filipi, Lek Filipi në Pelion, një ngjarje përgjashme i Lirishte, Shtëpia në Gremin, dram e tjera. Autori po bën gati të botojë edhe një përmbledhje me poezi të shkruara në kohë të ndryshme. Misto Marko, mjek dhe shkrimtar, njëtën të njëjtën kohë dhe si një veprimtar i palodhur shoqëror. Antar i shumë shoqatave si ajo Nën Tereza, kryetari i shoqatës Feja dhe Kombi, antar i shoqatës Mite Lazgushit dhe Mitrushit, ai ka zhvilluar dhe zhvillon repertori të dendur, të palodhur, në topi të çështjes adhetare dhe të edukimit për brezin e ri. Është i kudo ndodhur në tubime, diskutime, veprimtari të ndryshme me letrare, krijues të rinj, duke ndihmuar me fjalën e përvojën e tij kudo. Ai si personalitet është i spikatur dhe është vlerësuar si mjek me medalje të ndryshme punë dhe si krijues me urdhrin në infrashit të klasës së dytë.
Ku ikne vanëzojt këngëtar, laureshat, trishtilët, bukuroshët, verdhashët, qukapiket, bishtat tonësit që na zgjonin nga gjumi mëngjes herët, me orkestrën e madhëcisë ruse në verat e largta të mitërisë. Po ferrakët, ku vanë? Ata dirgjeshin nga pylli buzës së lumit në maj, e tërë majin të na mbëlsojnë në brengat rinore të dashurisë, ku brithnim netëve ndrimtar. Shtektuane nuk u kthyen më prap, nositet kërharor bardhë, leleket madhështor që ngrinin përmes qerdhet mbi mullarët e lartë mbi tymtarët. Ku van gjithë ata zogj gëzimprorës, fluturuan, u mërguan, u tretën, dhe mbetën pranë nesh disa trumcak, mjerushë në këtë lagje të vjetër, fshtymur e nxirr nga pluri qative, që cicerojnë ende poshtë e lartë streheve. Dhe ndonjë kukuvaj që na prish gjumin e natës me klithma të rënqellëse. Dhe ne kemi të mbushim jetën me gaz, duke vendosur në kthina tona të zbrasta nga një kanarin robin mbyllur në kafas. I dashur doktor Misto, i nderuar zoti Mirosh Markaj, në këtë dokumentar të shkurtër, sollëm copëza nga jeta juaje, pasur si mjeku i pari rrethit ton, kontribut të cilin e keni dhënë me bollek dhe vazhdoni ta jepni edhe sot. Në qoftë se puna juaj si mjek ka shëruar trupin ton, veprat e shkrimet tuaja kanë mbushur shpirtin ton. Ju urojmë nga zemra jetë gjatë, vepra të reja e pleqëri të bardhë.